shkruajnë Shqipërinë në fletë në zemër. Kjo festë është për ju, është për ne, për çdo shqiptar që nuk e hanon kush është. E tani, në nder të flamurit që së përkull kur, ju ftojnë të ngriheni në këmbë, le të këndojmë së bashku himnin e flamurit. Organizate shpirtin, dinamikën dhe misionin e saj. Zonja që ka ngritur zërin, mbrojtjen e grave emigrante dhe që e mban komunitetin ton të bashkuar si një familje. Ftojmë me nderim të veçantë zonjën Elona Kataro, presidente në organizatës Jeta. Zonja kryetare Bashkisë së Lushnjës, Eliselda Step. E nderuar zonja deputete Lidita Buzjaki. I nderuar zoti Jovan Mihili, bashkëorganizator kryetari i Shoqatës Artistike Lushnja. I nderuar mik, shok, kryetari i Partisë Socialiste Tega Griti Jani Hadri. Në këtë muaj të veçantë, si që është nëntori, ne, gratë emigrante, e ndjim akoma më thellë domethënien e lirisë, të identitetit dhe të rrugëtimit tonë. Ne jemi bijat e një vendi të vogël në hartë, por të madh në shpirt, sepse jemi rritur me historinë e flamurit që nuk u dorësua kur. Me kujtimin e të parëve tanë që luftuan që ne sot të jemi këtu dhe të jetojmë me kokën lartë. Edhe si jemi largat dheut, ne e mbajmë Shqipërinë me vete, në gjuhën tonë, në këmbët tona, në sakrificën që bëjmë çdo ditë për një jetë akoma më të mirë. Nëntori na kujton se liria kërkon butësinë dhe kur e njeh mirë guximin, kush mund ta njohë më mirë guximin se sa një grua emigrante. Ndaj duaj një duartërvitje për të gjitha zonja në salë. Sepse ne kemi përballuar rrugë të vështira, dokumentat, bariera, paragjykime, por ja kemi dalë parë që ta ndërtojmë jetën tonë përsëri me duart tona. Jemi ato që kemi qeshur dhe kemi qarë të gjuhë të huaj, por zemra, si na rek zemra, na rek gjithmonë Shqip. Sot ne vetëm të nderojmë të kaluarën tonë, historinë tonë, por edhe forcën tonë të sotme. Mos e harroni këto fjalë. Jemi fuqi, kemi shumë forcë, sepse jemi
vazhdimi i historisë shqiptare. Jemi gra që nuk dorëzohen. Jemi familje të shkëlqyera që rriten me dignitet. Ndaj, por ulemi para të parëve ta që luftuan për flamurin, por gjithashtu nderojmë edhe veten, sepse çdo ditë jetojmë në një vend të huaj, jemi të forta. Pra, ne shkruajmë një histori tjetër të lirisë. Në radhë të parë falenderoj që dëgjohen. E kemi kthyer në traditë tashmë që kur flasim dëgjohemi. Tani, kjo është e organizata jeta, kjo është qëllimi i organizatës sonë, të jemi të gjithë të bashkuar, të ndjehemi të barabartë mes të barabartëve, të ndjehemi pjesë e një familje të madhe, si çdo festojmë edhe sot, në familjen e madhe të jetës, ku të gjithë keni vend. Nëse do më lejoni dhe pak akoma, dua të bëj një nderes. Dua të ndaloj pak për një zonjë të cilën e kam njohur 9 vjet përpara, kam bashkëpunuar shumë ngushtë me të, sot nuk e kemi, ndodhet në Amerikë. Ajo është kryetarja e organizatës Jeta Dega Sheu, e cila na mungon jashtëzakonisht shumë. Ajo vërtet ndodhet aty, po shpirtërisht është me ne, ju dërgon urimet më të frymëzimta dhe kam një të re, na ka dhënë okej, vendi kryetares është i lirë. Gara fillon të sot. Pres propozime për kryetare, jemi të përpiturat e gjitha. Të tjerat i kemi thënë me punën tonë, ju falenderoj nga zemra që na mbështesni, ju jap mirënjohje të gjithëve familjarisht. Ros Shqipëria, ros gëzuar mesat e motorit, edhe sukseset e gjithëve në jetën tuaj. Faleminderit. Bashkëqytetarët e mi Bushnar, është gjithmonë kënaqësi por dhe emocion i jashtëzakonshëm që në këtë muaj nëntor të festoj bashkë me ju atë që na bën çdo ditë të ndjehemi krenar. Të festoj festën e flamurit, të bukur kuqezi, të cilën na e lan amanet të parë ta, dhe që këtu e shoh që mbrohet me kaq fanatizëm nga të gjithë ju. Të festojmë gjuhën e bukur shqipe, të cilën këtë e shohim se sa bukur dhe me sa krenari e keni transmetuar të brezat e ri, prandaj ju përgëzoj të gjithë dhe ju për këtë punë të jashtëzakonshme që përveç vështirësive që ju keni duke qenë këtu në emigrim, nuk harroni asnjëherë paruajtur gjuhën e bukur shqipe, nuk harroni asnjëherë vendimjen tuaj Shqipërinë, por edhe lushnjën tuaj, dhe prandaj për mua do të jetë gjithmonë kënaqësi dhe shumë emocion që këto festa t'i kaloj bashkë me ju. Gëzuar dhe veç mirës të bashkë në familjet tuaja. Zotin Ermon Buri, përfaqësues i diasporës shqiptare në Greqi. Nderuar zëri deputete, nderuar kryetare e Bashkisë Shqiptare, nderuar president të Mbretërisë së kryetar i Asociacionit të Rusisë, i nderuar kryetar i Partisë Socialiste Dega Greqi, Miki nderuar Jani, të nderuar zëri zotëri. Është deri i madh dhe privilegj që në ditë të tilla të shenjta dhe në dojë të dytë, unë e të diasporës shqiptare në Greqi të përcjell urimet më të mëdha më të përzemura për diaspora, gëzuar festat kombëtare, gjithmonë bashkë, gjithmonë me dorë në zemër dhe me shpirt të fortë shqiptarie me dignitet, do të hecë më tej. Diaspora ka qenë pjesë aktive e shpëtimeve dhe do vazhdo të jetë. Urime dhe gëzuar festat e 20 nëntor.
figuri. Dhe tani ftojmë një figurë të angazhuar politikisht e shoqërisht, një njeri aktiv në komunitet, që ndihmon në organizimin dhe forcimin e shqiptarëve në Greqi. Ftojmë zotin Jani Haxhi, kryetari i Partisë Socialiste Beka Greqi. Mundra dhe vërëtën, shëndetje. Tuat e mëzuar në fetat e nëntorit. Nëntori simbolizon shpirtin shqiptar, identitetin tonë. Edhe është kënaqësi e madhe të shikojmë që kilometra larga dheut në shtetet të tjera, shqiptarët bashkohen edhe festojnë me zemër e me shpirt. Kështu që të thuar festat e nëntorit, jemi gjithmonë shumë të tërë bashkë, kemi unitet edhe vizion për të ardhmen. Dhe vizioni për të ardhmen për shqiptarin që është në përbot, janë këto shqipet e vogla që urojnë as zëmra, që pas shumë vitesh organizator të tura mbledhje në fjetë Elona, organizata jeta ose shoqëra dhe tjera të Greqisë. Të jenë shqipet tona të vogla të Greqisë. Kjo dhe të thotë që sëllimi tonë, fiksimimi tonë, të mbajtur identitetin tonë, e kemi arritur. Uroj gjithë të mirat, falenderit organizatën jeta, falenderit presidentën Elona, për këta këto organizime, edhe uroj nga shpirti gjithë të mirat. Falenderit. Falenderit zotin Jani Haxhi. Dhe si gjithmonë në vërësira për në fund. Kultura është rënja që nuk në lë të humbim. Dhe sot ftojmë një disnesh, një njeri që ka vite të tëra që e mban gjallë traditën, këngën, vallen dhe identitetin lushnjarë shqiptar. Sot e kemi shoqatën Lushnja bashkë organizatore. Ftojmë zotin Jovan Mëhillin, kryetar të shoqatës artistike kulturore Lushnja. Kjo festa ka që me rësit madhe historike. Këtu në emigracion ka marrë një bukuri jashtëzakonshme. Ma më kujtohet sot e 30 vjetë, e të vjetë e zonja Teuta Arpango, që ne nuk gëzonim të varnim një flamur, e ne ma pasatit të këndonim një këngë në shqip dhe një valë. Kështu ishte, i po e po. Për ne me bëjë gjë në marrë kështu. Në ati, festës së 28 nëntorit, kësaj ditët të shek, ku Zaku i Mençur Ismail Qemali në blok, Gripi, Flamuri Kurban dhe shpalli pamërësimin e Shqipërisë. Lavdi dëshmorëve të pamërësisë. Për dhe lufta nacional shqiptare të një orë të rëndësishme në historinë në vendit. Dhe jemi të ndërgjegjshëm se ka ekzistuar lufta nacional shqiptare, është reale. Prandaj dhe e kujtojmë. Lavdi të gjithë dëshmorëve që dhanë jetën të ligjë, edhe për këtë pjetë të bukur që jemi në sot. Falenderoj shumë për bashkëpunimin që ka shoqata e Lushnjës me jetën. Me nusën e Lushnjës e kanë në bajon. Po intelektuale nga Gjirokastra. Shumë falenderit për jush. Dhe tani ftojmë në skenë biznesmenen zonjën Safetës Kantaro.
ju lutem. Unë jam Vizeze, mene, jam zojë Savetis Kartados, jam shkodrane, zemër bojare, dhem mirësi, kam shumë të tyra, sepse tojtë, i shkodrane të Amerikan. Jam drejtoresh ekzekutive investigative si sekretari veçin, nevoj motrat tona shqiptare mos përshkun vetvrasje, kur do që ka nevoj, jene të ardhura, ju mirëpres, dita dites, bëjmë ma mirësi sa të kemi mundësi, gjithmonë jam aktiviste, sot jemi nga për festat e flamurit i zëvëtetës nëndorit, është një fest shumë madhështore, jam shumë krenare nga krytarja lidhës gruas Elona Katoro, Edmond Guri për festët që më kanë dërguar, jam shumë krenare që jam pjesëmarrëse sot mesin tuaj. Ju përshëndes nga zemra, gjithmonë të kemi aktivitetin sa më të bukura, sa më të afruar njëri me tjetrin, sa gjama lezet, nesër motra shqiptar, jemi bashkuar gjithë anët e Shqipërisë, nga Shkodra deri në Sarandë, si ne në familje, si ne në prej fisit, s'ka gjallë ma bukur të bashkuar, gjithë flasim Shqip, gjithë jemi të bashkuar gjithmonë sepse gjua Shqipe në bashkar, gjithmonë bashkia ban fuqin, të kemi respekt për njëri tjetrin, shumë faleminderit nga të gjithë, shumë faleminderit, e çdo herë jam aktiviste, çdo koncert, çdo shoqat që e meritan për me shkua, kam shumë respekt. Ju faleminderit shumë. Faleminderit zonja. Falenderoj të gjithë të ftuarit për fjalën e tyre. Zëri i secili prej tyre është një kur tjetër në themelet e identitetit tonë këtu në emigracion. Ja të shikojmë të ftuar që kemi këtu sebi, apo kalojnë bukur bashkë me ne? Në qoftë se po, një duar trokitje. Faleminderit shumë. Tani vjen pjesa që na jep shpresën më të madhe. Fëmijët tanë, që në kurset e jetës mësojnë gjuhën shqipe, mësojnë traditën, mësojnë historinë dhe sot na sjellin që program të mrekullueshëm. Shtojnë nxënësit tanë dhe mësueset në skenë. Zonjën Goranda Petromilo Babajan, Zonjën Selvi Mustafaraj Valdaniti, zonjën Irma Shtrepi Daskali, Zonjën Raimonda Doko Gelveni, zonjën Boraga Duraj e cila nuk ndodhet sot këtu, Zonjën Etleva Shtrepi Panajoti, zonjën Albana Gjoliku Shpataraku e cila dhe ajo nuk është e pranishme sot, Zonjën Kristina Tanasko Karali, dhe zonjën Brunilda Ndini Cecaj, më ka rënë rasti të prezantoj mësueset që mungojnë sot. Këto janë mësueset, jemi kolege mësueset dhe organizatës tjetra. dhe tani dua të prezantojmë nxënësit tanë të mrekullueshëm. Katia Muça, Evelina Malaj, Alsit Malaj, Marina Muça, Jorgo Alevica, Aleksio Muzaj, Rea Druga, Megi Behari, Livia Muça, Manusho Piroli, Elena Piroli, dhe Ari Zito. Fëmijët secili prej tyre ka përgatitur do të na kënaqë me nga një vjersh. Marrë një së si shkifterin fort, marrë një kë si krenaria jonë, marrë një si endra,
Ju lutem mund të mbajnë pak qetësi për hir të këtyre fëmijëve që vinë çdo të shtunë dhe mësojnë gjuhën shqipe dhe shkolla jon. Faleminderit, pak qetësi ju lutem. Flamuri kus flamur me zjarë, në zemrën dritë, në jetën darë, në mes ke si ponje ty krese, krenare pisnike prietse, ti flet pa fjarë ke plot, tregon për trimet, për gjakën për mot, në kujton vlorën, detin e katër, ku lindi liria në shpito aktër. Kur varë dhe të prek me mas, duke si gjerë ku skandal. O flamuri i gjakut i dashuris, je zemre jon, je strese së kris. Në ditën e flamurit, në vitet dhe për festa, një shqiponje vizatuan, binja copët të kuqë gjakun, të gjithë rimet duke nderuan. Zemra jonë bëhe flotur, se ne i jemi të lundur, dhe ne këndojmë plot shuri, sa bukur jo shqipëri. Shqipëri, o nënë e madhe, më e shtrenjta dashuri, ku që si djeta deo për jetësishte të Shqipëri, që ka jugut në veri. Shqipëri të kam në gjip, plot dhe grure hjerët, ti për mua ngelesh nën. Shqipëri, ku që zi, Shqipëri, ku që zi. Jasën e dritare, brendën e shtëpi, Nerza në lule, lule jam unë, lule je ti, lule është ndeu dhe so fumi. Flamuri kuq me shqiponjën, dy krenar valvitesh me qëllin e pastër, në zemër tim ti je dritë dhe vlerë. Simboli liris,